Partia Demokratike e Vlorës mblodhi kryesi në kuadër të datës 9 nëntor, ku diskutuan dhe u dhan udhëzimet për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore. Kryesia e Demokratëve u mblodh të ambientet e selisë së Partisë Demokratike në Skel, ndërsa i pranishëm ishte edhe drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, Bujar Leskaj. Në fjalën e tij përpara anëtarëve të kryesisë, Leskaj tha se Partia Demokratike është më së avantazhuar në këtë garë elektorale, e cila vjen tashmë krejt papritur. Sipas drejtuesit politik të demokratëve, Vlora sot ka më shumë probleme, të cilat duhet të jenë në fokusin e demokratëve gjatë fushatës së pritshme, ku do të kenë edhe një program të qartë për zgjidhjen e tyre dhe për të ofruar qytetarëve një kandidat që të jetë qytetari i parë për të mbrojtur interesat e bashkëqytetarëve. Leskaj ka kërkuar nga anëtarët e kryesisë së Partisë Demokratike të propozojnë emra për kandidatin që do të ketë opozita për kryetar të Bashkisë së Vlorës në zgjedhjet e 9 nëntorit. Demokratët e Vlorës në këtë mbledhje kanë diskutuar rreth kandidatëve të mundshëm, ndërsa drejtuesi politik tha se duhet të përzgjidhen 3 emra, të cilët të kenë edhe unanimitetin e të gjithë anëtarëve të kryesisë dhe demokratëve për të përcjellë më pas drejt Tiranës, ku do të jetë kryesia e përgjithshme, ajo që do të vendos edhe vulën për të sjellë në Vlorë edhe kandidatin zyrtar, me të cilin Partia Demokratike dhe opozita do të përfaqësohet në zgjedhjet e 9 nëntorit. Demokratët diskutuan në këtë mbledhje me dyert të mbyllura për disa emra, ndërsa lista do të sitet në vijim nga të gjitha strukturat e Partisë Demokratike. Në fakt, demokratët i kanë zgjedhur kandidatët për deputet apo edhe kandidatët për kryetar bashkie, me parimin një antar një vot, por nuk do të ketë primare tashmë, pasi koha është e pamjaftueshme. Partia Demokratike pritet që brenda javës që vjen të zyrtarizojë edhe kandidatin në garë për Bashkinë e Vlorës, ndërsa kandidati demokratëve do të jetë i përzgjedhur brenda datës 9 tetor.